Këtë votojnë shqiptarë. Jeni ashpër shumë, avokat. Mos thash ndonjë gjë të papërtet, zotëri? Po, Të lutem. për këtë të fundit për tërmetin s'ka pas një reagim, thjesht vetëm lajme në media. Se për ata tjerë ka pas video, po për këtë... Po pse nuk diskutoi fare Sali Berisha edhe PD-ja për tërmetin, se është bërë denoncimi i bashkëqortit asaj kurvës, më fal për shprehjen. Pse nuk reagoi? Pse nuk foli fare PD-ja gjysë fjale? Janë në marrëveshje, mos zotëri, janë në marrëveshje. Kuptoni se gjithë janë në marrëveshje dy partita. Avokat mirë, po tërmeti tani do jetë në parlament. Ballin lart komandant. Nuk do jetë në parlament. As tërmeti as ata që kanë ta shpikojturit të votuar. Nuk do jenë. Do përshet zgjedhjet. Nuk do njihen. Avokat, edhe diçka te kjo e denoncimit policisë në dijenin tuaj me informacionin që keni andej. Kanë vazhduar hetimet, është marrë kallëzimi apo jo? Kanë vajtur në policinë e Përmetit, kanë dorëzuar kallëzimin, kanë ndërhyrë Mirela Kumbaro, ka thënë në asnjë mënyrë mos e ndiqni si çështje, ka urdhëruar Edi Rama këtë e lartë të mbyllet sepse po na shkatërron zgjedhjen dhe i vun kapak. Në fakt nuk e kanë vënë dot kapak, por familja s'ka vënë kapak. Familja do ta ndjekë atë se i ka të tëra provat. Por vetëm për provat. Kush janë provat? Tani provat i kanë ata. Këqëra dhe tërmeti edhe Përmeti di shumë mirë provat. Ka në dorë. Ora këta mund të vrasin. Ka policie, ka shërbim sekret, ka në agent të tyre, kanë banda kriminelle dhe të vrasin. Po e vërtet është që thuhet. E dim në njës të tyre, në njës të ati zotërisë që trajtojë shoqja, ajo palacua. Avokat, për ta mbyllur, ju në bisedat e mëparshme keni thënë që pas vedjet e kanë rrallën 3 gra dhe djali Berishës. Në që drejtim se në mos gaboj për Ballukun, për Ogerta Manastiriun, edhe për Olta Gjashkën, edhe për djalin e Berishës, në mos gaboj. Kështu u tha. Po çka vepror spaku, sepse s'ka vepror dhe tani nuk e di. Mendoni që do vazhdojnë hetimet në këtë rast? Mendoj që do filloj. Në këtë linjë apo keni indicje tjera që mund të jenë personazhe të tjera të përfshirë? Jo, ndikje janë shumë për të arrestuar, shumë hajdut dhe mashtrues, po të paktën këta që janë deklaruar. Nga lista aktuale deputetëve të ri, sa ju kap syri që rrezikojnë të futen brenda? Njerëz se kam parë listën fare se nuk më intereson. Se e di pse nuk kam treguar interes fare në to zgjedhje, se e di që nuk do njihen. Edhe ja kam varur, nuk kam asnjë lloj interesimi për to. E di që do prishin. Ju ma keni thënë këtë avokat ju këmbgulni te kjo dhe edhe në bisedën që ne po zhvillojmë ma keni thënë 4 herë, po bazoheni vetëm tek fakti që s'po njeh Amerika apo ku? Patjetër, është faktori kryesor. Në qoftë se ju kujtohet në 2021-shin, se jam i detyruar të kujtoj ti djaliri, unë do të kujtoj tyja. Harrove deklaratën e ambasadës amerikane në 2021 që pa mbaruar mirë zgjedhjet u tha që do dalin 74 deputet të PS-s. A e harruat, e mban mend këtë fakt. Është ankuar edhe PD-ja që pa u mbyll kutit u njoftua u urua për fitore. Rezultati. Dakor jemi deri këtu. Kur janë mbyllur kutit sot, sa ditë ka? Janë bërë votimet të ditë e diel? E hën, e martë, e mërkur, e ejtë e sot. Pse nuk po flet ambasada amerikane? Kush ka sy në ballë dhe më den kokë e kupton, të tjerë pastaj dhe rrinë. Shpresoj. Po, ju mendoni që do kemi zgjedhje të reja atëre? Do hyjë në pushtet në fuqi qeveria teknike e deklaruar të shtunën e kaluar, nesër një javë, pas nesër një javë, të premten një javë, mirë them se të premten u deklarua të shtunën u dha në media, dhe ajo qeveri teknike do përgatisi vendin pastaj për kushtetutën e re, do bëjë shumë gjëra, shumë ndryshime. Avokate, diçka kam, ndërkohë që teorimet për kryeministrin nuk kemi parë në urim nga Mitsotakis. Mitsotakis, unë e parë punësinë si kam parë fare ato urime, po Mitsotakis e ka punën
perfekte me Edi Ramën, marrëdhëniet, i ka të shkëlqyera. Atë Belerin e bëri deputet, atë Himarën e quan të tia, busin e babait të ti Edi Rama ja ngriti në Dervisian, ata varëzat e pushtuesve grek i ka në Shqipëri, historia për genocidin grek në Qamëri nuk flet fare, Shqipëria nuk dihet hiç, as një politikan, as një, prandaj do qëron këta ore. Ore, prandaj do ikin të dy këto parti politike, se do ikin nga skena politike se janë antikombëtare. Po na e kanë bërë greku që ka qenë kriminali dhe vrasë më i madh në Shqipëri, e kanë bërë mik. Në një kohë që as një të mitin e atyre që ka vrarë greku nuk vranë gjermanët e italianët bashkë. Prandaj nuk ndihet me çota atje. E ka mik, pik. Me gjithçka që ju më thatë më lart avokat, premton që vera do të jetë e nxehtë. Kështu që unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj tyja. Vera vërtet do jetë e nxehtë, po jo e nxehtë në kuptimin se që duan këta. Nuk e di, do jetë e nxehtë në virusa apo do jetë e nxehtë edhe jashtë? Do jetë e nxehtë me shkopin që do të vi, me shkopin që do qëron të dy partitë nga pushteti. Avokat, faleminderit shumë. Të lutem. Rrofsh avokat. Gjithë të mira gjanë. Mirë pas.